Verifikoni dhe qartësoni lajmin. Shiko sa bukur është kjo të ndërozëm. Dhe më thonë, tek marrja e lajmeve, nuk është vetëm verifikimi as lajmi i sakt. Nuk është vetëm tek informata në përmbajtjen e saj, por edhe në kuptimin e saj, edhe në interpretimin e saj, nga se nga një herë të ndërozër është e vërtet se filoni e ka thonë, po jo me këtë qëllim. Andaj, interpretimi është më rëndësi, nga një nxjerrën fjalit nga konteksti, shkputën nga tërësia e sqarimit. Ja shiko çka flasin hoxhallarët në xhamia. Ja shikoni çka thot filoni. Po mirë vëllai çaj filoni. Krejt jetën e tij, veç ta 2 minuta ka folur për këtë çështje. Shikoj pak më gjatë, në çfarë konteksti e ka thonë, çfarë kuptimi e ka thonë. E pastaj gjykoj edhe vlerësoje. Prandaj verifikoj lajmin, kujdesu për burimin, verifikoj lajmin mirë. Dhe kujdesu për kuptimin e drejtë të lajmit, është qasja e duhur kuranore që i duhet shoqërisë në raport me lajmet. Dhe pastaj Allahu të ndërozër, pasi që na mëson çka me bo, thot: "En tusibu qauman bi jahala." Nga se nëse nuk i përmbani rregullat e tilla, nëse shpërndani në mënyrë të papërgjithshme informata, nëse merrni lajme pa verifiku, nëse fletni pa dije, çka ndodh? Ka mundësi që en tusibu qauman bi jahala, pa drejtësisht dhe me ignorancë me fol për dikë, për një popull, për një komunitet, për një grup njerëzish, e pastaj të bëni veprime të pahishme që pastaj pendoheni për to.